është 13.227 persona të vrarë. Kur zhveprimi i këtij raporti ose i kësaj liste është i kufizuar vetëm në 3 kategori. Do të thotë në këtë listë ose në këtë raport ne paraqesim informatat për numrin dhe detajet e personave të vrarë, personave të zhdukur me dhunë dhe personave të vdekur si pasojë e luftës. Do të thotë përfshirja vetëm e këtyre 3 kategorive nuk nënkupton se ato përbëjnë tërësinë e viktimave të luftës në Kosovë, por kategoritë e tjera do të trajtohen në faza tjera të veçanta të dokumentimit. Numri i përgjithshëm i personave të përfshirë në listë është 13.227 persona të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe të vdekur si pasojë e luftës, sepse e bëjmë një analizë krahasimore me numrin e atyre që janë vrarë gjatë periudhës së luftës, siç është e parapo me ligjin e institutit që është data 1 janar 98, 20 qershor 1999, të dhëna tregojnë që gjatë periudhës së luftës janë vrarë 92.5% të numrit të përgjithshëm të këtyre viktimave, respektivisht 12.230 persona, ndërsa në periudhën e pas luftës, respektivisht 21 qershor 99, 31 dhjetor 2000, janë vrarë 997 persona.